Mundet. Të nderuara media, të dashur qytetar. Me datë 10/2 2026, si grupi këshilltarëve komunal të AKI Tetov, dorëzuam kërkesë për përqasje në informata me karakter publik lidhur me projektin e vazhdimit të bulevardit industrial nga kazerma deri në fshatin Poroj. Përgjigjja zyrtare e komunës së Tetovës konfirmon se kjo rrugë është lëshuar në përdorim pa kryer pranim teknik. Kjo do të thotë se një projekt prej afro 2.5 milion eurosh, i financuar me paratë taksa paguese tetovar, është hapur për qarkullim pa verifikim teknik dhe pa garanci sigurie. Kjo është vepër e rëndë penale dhe rrezik i drejt për drejt për qytetarët. Situata bëhet edhe më shqetësuese kur shohim se segmenti i lëshuar më herët tashmë paraqet dëmtime të dukshme që ngre dyshime serioze për cilësinë e punimeve dhe për keq menaxhimin e mjeteve publike. Ne kërkojmë revizion të plot dhe të pavarur për të verifikuar nëse punimet janë kryer sipas specifikacionit teknik dhe sipas kontratës. Në periudhën në vijim, do të parashtrojmë kallëzim penal pranë prokurorisë themelore në Tetov për këtë projekt dhe keq përdorime të tjera. Siguria e qytetarëve është prioritet kyç dhe abuzimi me paratë publike nuk do të mbetet pa përgjegjësi. Ju falenderoj.